Mirëmbrëma të gjithëve, ose e thënë më sakt, Nami Ismail Bey Nami, është duke u bërë Nami. Po ku ke parë ti ti bjerë tjetrit hallin kokë e ti marrësh edhe shpirtin edhe lekët e fundit të xhepit. Kjo po ndodhë këtu në Tiranë. Sot nuk jemi për të folur për asfaltin elektoral që prishet me shiun më të parë. Nuk jemi as për të numëruar vrimat e tenderave të bojës së një qeverie të dalë boje. Sot do të flasim për diçka që të ngrinë gjakun në vena. Do të flasim për një emër që shumë prej jush mbase e dëgjojnë për herë të parë, por që për qindra, familje, fatkeqe shqiptare është fija e fundit e kashtës. Keytruda. Çfarë është Keytruda? Ky që sapo dëgjuat nuk është thjesht një emër ilaçi. Ky është një emër që kushton sa një shtëpi, një imunoterapi që shërben si shpresa e fundit për një të sëmurë me kancer në fazë terminale, në fazë të avancuar. Por në Shqipërinë tonë të rilindur, kjo shpresë duket se avullon rrugës për tek spitali Nën Tereza. Duket qartë që një lojë e madhe e vdekjes është duke u luajtur në kulisa dhe unë do t'ju shpjegoj sonte. E more vesh apo e ke akoma mendjen tek kafeja? Populli i kafes, miqtë e mi të dashur, keni mendjen për pak. Shteti ynë bamirës rreh gjoksin në për konferenca dhe thot, ne i paguajmë këto kura me taksat tuaja. Por këtu fillon magjia, se vetëm në këtë vend ndodh që parat të dalin në buxheti i shtetit, ilaçit shënohet në letër, pacienti firmos kartelën, por në fund në trup nuk ka asgjë. Ku shkojnë ilaçet që paguajmë ne kur nuk përfundojnë në gjakun e të smurëve me kancer? Kush po i mbledh milionat me lugën e florinjt të vdekjes? Është një pyetje e madhe, të cilës do t'i japim përgjigje sonte. Dhe do t'i bëjmë ftesë paku të lëviz. Ujku qimen ndëron, por zakonin nuk e harron. E kemi thënë gjithmonë, dhe zakoni i ujqërve të politikës shqiptare dhe të shëndetësisë qënë ka të hanë edhe mishin e të sëmurve, atje tek onkologjiku që janë duke luftuar me vdekjen. 3 milion euro dyshohet se janë bërë rrush e kumbulla në QSUT, Fondi i Sigurimeve, Ministria e Shëndetësisë. Të gjithë bashkë në një valle që vjen era korrupsion, vdekje dhe kufoma. Dhe në mes të kësaj valle shfaqet si hije emri Megafarma, furnizuesi i madh një kompani aq e fuqishme, sa thonë se ka edhe çelësat ku firmoset paraja publike, këtu në Tiranë. E ke mendjen se çfarë po të them apo jo? Këtu nuk po flasim për lapsa dhe për letra. 3 milion euro të cilët janë faturuar si kur janë bler ilaçe, por ilaçet kanë humbur rrugës dhe të smurët dërgjën tek onkologjiku, duke pritur dhe duke u kapur pas fisht kashtës në luftë me vdekjen. Ku janë vendasit? Ku janë gazetarët investigativ? Ku janë ndërkombëtarët që tregoni dhe na këndonin natë për natë ninulla për stabilitetin e Ballkanit? Na e bët stabilitetin si lastik që zgjatet vetëm për të mbuluar korrupsionin e radhës. A është ky stabiliteti që kërkoni? Një stabilitet ku shqiptarët vdesin rrugëve, se u vidhet ilaçi. Turp të keni që flisni për ecurit qeverisë dhe reformat e qeverisë, sepse kështu jeni duke vjedhur shpresat e fundit për jetën në këtë vend. Dhe ti spak, apo as pak ti që ke hapur kantierin më të madh të drejtësisë në Shqipëri, çfarë je duke pritur? Spak, apo prisni t'ju mbarojnë pacientët dhe të mbeten vetëm kartelat fiktive si dëshmi e provave tuaja? Tu nuk ka nevojë për procedurat gjata, as për hetime 2 vjeçare. Tu ka nevojë për pranga në mes të ditës. Gjithçka pritet, por nderi edhe shpirti nuk falen. Këta po na e marrin edhe nderin, edhe erzin, edhe shpirtin. Ata do ta bëjnë këtë për sa kohë ne jemi në gjumë dhe jemi duke u argëtuar dhe zihemi dhe përleshemi dhe shqyemi njëri tjetrin këtu në rrjetet sociale. Ne të ndalemi pak tek pika që të lë pa gjumë, përveç se të ngrin gjakun tek enët. Kompania ndërkombëtare që prodhon Keytrudën, ilaçin e kancerit, duke parë çuditë shqiptare, ka ardhur dhe ka bërë verifikimet e veta. Çfarë po ndodh me Keytrudën, ilaçin e kancerit që ka ardhur në Shqipëri? Kanë marrë pacientët e onkologjikut që supozohej të kishin marrë kurën e vdekjes. Dhe cili është rezultati? Asnjë gjurmë biologjike tek
gjaku i të sëmurve. A dini ju se çfarë do të thotë kjo, të dashur miq? Imagjinoni atë djalin apo atë vajzën apo atë gruan dhe atë burrin që është duke u dergjur tek onkologjiku. Është duke pritur fëmijën ose prindin tek dera e onkologjikut, me syt nga qielli duke qarë, duke menduar dhe duke u lutur Zotit me iluzionin se ka marrë kurrën jetike dhe ka paguar qeveria. Ndërkohë që infermieri, mbase me urdhra nga lart apo me urdhra nga poshtë, ka injektuar tek gjaku i tyre asgjë dhe hiçin e madh. Ose mbase një ujë fiziologjik apo serum ujë me sheqer, sa për sy e faq. Kompania e ilaçit kancerit nuk ka gjetur tek trupat e tyre asnjë shenjë të ilaçit dhe të medikamentit kundër kancerit. Ndërkohë, ilaçi i vërtet, ai që vlen mijëra euro, zhduket, devijohet, shitet në dorë apo një zot e di se ku përfundon. A është e mundur, miq të dashur, që në mes të Tiranës, në mes të spitalit më të madh të Shqipërisë, të bëhet kjo lloj kasapaneje morale? Kush është truri që e ka projektuar këtë skem ku fitohet mbi vdekjen dhe mbi kufoma shqiptarësh? Kjo është diçka e tmerrshme, unë e kuptoj. E kuptoj dhe nga ajo që ndjen ti tani kur më dëgjon mua. E ke mendjen apo nuk e ke? Nga njëra anë na thon nuk kemi fonde për tampon, nuk kemi fonde për analiza bazë, nuk kemi para për çarçaf spitali. Nga ana tjetër, hapen thasët me 3 milion euro për ilaçe fiktive dhe ky është kulmi. Ky është rasti ku mbaron sarkazma dhe fillon revolta. Kush ha bukën e jetimit i ngecët në fyt dhe ky ilaç zotëri të ministrisë dhe të fondeve duhet ju ngecë në fyt të gjithë. Ju që flini mbi dyshek me para, ndërkohë që prindi i dikujt vdes se nuk ka fat të ketë njohje tek Mega Pharma apo tek drejtoria apo tek ministria. Prindi apo fëmia, çfarë do qoftë, njeriu është i shtrenjtë dhe i shenjtë. Zoti kryeministër, ju që bëni podcaste për sukseset e mjekësisë falas, a e dini që falas në Shqipëri do të thotë pa gjurmë në gjak? Ju zotëri ndërkombëtar, ju që na monitoroni progresin e qeverisë dhe arritjet e mëdha, a e shihni progresin e vdekjes në për korridoret e QSUT-s këtu në Tiranë? Ky nuk është thjesht një skandal, miq. Ky është krim kundër njerëzimit në versionin më të pisët shqiptar. Një sistem ku pagesa është reale, por trajtimi është fiktiv. Parat tona shkojnë në kontot e kompanive mike, ndërsa pacientët e onkologjikut shkojnë të sigurt drejt varrit. Cilat janë lidhjet e pushtetit me këtë kompani që përmendet kudo? Pse nuk guxon askush të prek zinxhirin e furnizimit të ilaçeve të onkologjikut? Cila është natyra e mafjes që fshihet pas këtij aktiviteti që luan me vdekjen si të bëj dans? Sot po ju jap vetëm majën e icebergut. Kemi emra, kemi shifra, kemi verifikimet e prodhuesit ndërkombëtar që i vën vulën këtij turpi kombëtar. Nuk mund të ketë stabilitet në një vend ku jeta e njeriu vlen më pak se një faturë e fryrë. Nuk mund të ketë integrim me njerëz të cilët vjedhin edhe shpresën e fundit të një sëmuri me kancer që dergjet atje në onkologjik. Po ndalem këtu, se stomaku nuk më mban më. Tani do të largohemi nga shëndetësia dhe do të shkojmë menjëherë, do të fluturojmë për në Amerikën e largë. Amerika po largohet nga Izraeli, çfarë nuk po ju a thon në media dhe çfarë nuk po ja thonë në Washington. Diçka e madhe është duke ndryshuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por janë të paktë njerëzit që po e pranojnë hapur këtë gjë. Për dekada me radhë na kanë bindur dhe na kanë mbushur mendjen se marrëdhënia mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit është e pathyeshme. Edhe mund të jetë ashtu. Por e janë të shkojmë menjëherë të fluturojmë për në Amerikë dhe të kuptojmë, a është më kjo marrëdhënie e përhershme, e betonuar, e përjetshme si dikur? Sot, ky realitet është krejt ndryshe. Kjo që sapo tham tani nuk është më e vërtet. Dhe pyetja që ne duhet ta bëjmë është shumë e thjeshtë dhe e ngrem për të sqaruar opinionin publik. Apo e humbet Amerika konsensusin për Izraelin siç ka qenë deri më sot? Sepse nëse përgjigja është po, atëherë po shohim një nga ndryshimet
më të mëdha politiket epokës tonë, që do të rëndis ekuilibrat e botës. Është një iluzion që sapo ka nisur të shkërmoqet. Nuk na e kanë thënë për vite. SBA dhe Izraeli janë aleat të pandashëm. Kjo është ajo që keni besuar deri tani, apo jo? Por kjo është vetëm gjysma e historisë, miq të dashur. E vërteta troç është diçka tjetër që do t'ju them tani, dhe ju duhet të mbani shënim me kujdes. Kjo aleancë nuk ka qenë kur aq e padiskutueshme sa dukej, dhe ka shumë të pavërteta brenda saj. Megjithatë, ajo është mbajtur nga një konsensus politik i brendshëm brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë po ndryshon tani? Si po ndryshon Amerika dhe si po ndryshon bota? Ky konsensus brenda në Amerikë është duke u qarë. Në mënyrë publike dhe të hapur. Amerika po zgjohet, populli amerikan po zgjohet. Dhe kjo është në mënyrë shumë të dukshme. Më e rëndësishmja se të gjitha dhe në mënyrë të pakthyeshme është fakti se populli amerikan po kupton gjithçka. Washingtoni nuk është më i njëzëshëm në raport me Izraelin. Kjo është diçka që ka përfunduar një herë për gjithmonë. Në Amerikë sot, miq të dashur, nuk ka më një linjë të vetme për Izraelin siç ka qenë gjatë gjithë këtyre viteve. Ka dy botë brenda të njëjtit sistem. Një që thot mbështetje pa kushte për Izraelin dhe një tjetër që thot kjo marrëdhënie duhet rishikuar. Kjo është situata pa doreza sot në Washington dhe në qendrat e mëdha amerikane. Dëgjoni mirë dhe hapni veshët mirë. Problemi nuk është që këto mendime ekzistojnë. Kjo nuk ka kurrë problem. Problemi është që tani këto mendime po thuhen me zë të lartë në zemër të Washingtonit, New Yorkut dhe të gjithë Amerikës. Atje në zemër të Senatit dhe të Kongresit. Në mediat më të mëdha të Amerikës, tek podcasterët dhe youtuberat më të rëndësishëm të Amerikës, po thuhet me zë të lartë dhe në publik. Dhe kur një politik e jashtme bëhet debat i hapur brenda vendit, sigurisht diçka e madhe ka filluar të ndryshojë. Dhe ajo që ka qenë deri më sot nuk është më e sigurt. Gjenerata e re në Amerikë nuk po blen më këtë narrativ, nuk hahet më, nuk shitet më dhe nuk ka më treg ajo që ka qenë deri më sot. Ka një ndryshim të madh që shumë njerëz në Washington janë duke e ignoruar, por nuk do të munden ta bëjnë dot këtë gjatë. Gjenerata e re amerikane nuk mendon më si e vjetra. Tashmë gjithçka po ndryshon në Amerikë, ata nuk kanë më të njëjtat reflekse politike me brezin e vjetër. Në Amerikë brezi i ri nuk pranon më automatikisht pohimet të cilat janë betonuar nga historia. Nuk beson më automatikisht askush për luftrat pafundme, financimet pa kontrolluara dhe në aleanca strategjike pa bërë pyetje të mëdha. Dhe kjo është pika kritike ku merret dhe vjen kthesa e madhe. Sepse këtu ndryshon gjenerata, por jo vetëm gjenerata, këtu ndryshon edhe politika në krah të gjeneratës. Lufta e re që është duke u zhvilluar sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës është lufta e narrativës. Sot ne nuk po flasim atje vetëm për diplomaci, as për politik. Jemi duke folur për perceptim, për rrjetet sociale, për perceptimin popullor, për pamje të cilat qarkullojnë në sekonda nëpërmjet rrjeteve sociale në të gjithë Amerikën dhe janë të aq të fuqishme sa mund të ndryshojnë narrativën. Narrativën që ka qenë betonuar për 50 vite apo 100 vite. Dhe në këtë realitet të ri nuk ka më kontroll të plot mbi historinë, as mbi narrativën. Dhe kjo do të thotë diçka që nuk është edhe aq e komplikuar, është diçka shumë e thjeshtë. Narrativa amerikane për lindjen e mesme nuk është më monopol i një dore të vetme. Gjërat po ndryshojnë me shpejtësi, por duhet i shohim. Dhe kur humbet monopoli i narrativës që ka qenë në duart vetëm të një dore deri tani, humbet edhe kontrolli politik gradualisht.
Sepse ne tashmë kemi hyrë në krizën e konsensusit dhe ky është momenti më i rëndësishëm. Për dekada të gjata, Izraeli ka qenë një nga temat e pakta që bashkonte demokrat dhe amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë një temë tabu e padiskutueshme dhe kjo sot thjesht nuk ekziston më. Brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka stuhi të mëdha që po ndryshojnë gjithçka. Demokratët janë të ndarë, republikanët janë të ndarë në formën e tyre gjithashtu. Dhe publiku amerikan, populli amerikan po bëhet çdo ditë më shumë një faktor determinant në këtë histori. Dhe kjo është e paprecedent në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse politika e jashtme amerikane nuk është më vetëm elitare. Është shumë më komplikuar, është bërë edhe më popullore dhe po bëhet çdo ditë më shumë më popullore. Dhe kjo e ndryshon lojën plotësisht nga themelet. Këtë lojë duhet ta kuptojmë të gjithë për të kuptuar lindjen e mesme. Bota është duke shtuar presionin ndaj narrativave dhe kjo po ndikon edhe në Amerikë. Jashtë Amerikës, situatat janë krejtësisht të qarta, veçanërisht në BE dhe në lindje. Bota nuk po pret më të ndryshojë narrativa në Amerikë, ajo po reagon me shpejtësi sot që ka rrjetet sociale. Aleat dhe shtetet të tjera po kërkojnë më shumë balans në lindjen e mesme. Prej Amerikës qoftë si aleati i tyre, qoftë si rivali i tyre. Dhe kjo e vendos Amerikën në një pozitë shumë të vështirë, me aleatët përpara hasmit. Çdo qëndrim i saj ka kosto globale, sepse sot nuk mundet të shesësh disa gjëra aleatëve përpara rivalëve. Prandaj duhet shumë kujdes. Kemi luftë diplomatike, betejë ekonomike dhe sfidat janë të mëdha. Amerika ka nevojë për aleat. Dhe pyetja që po shmanget sot është pyetja vërtet nuk është nëse aleanca Amerikë-Izrael ekziston. Nuk ka asnjë dyshim që kjo ekziston. Pyetja që ne duhet bëjmë sot, apo që po evitojmë, a është ende e njëjtë aleanca e Amerikës me Izraelin, është më siç ka qenë 50 apo 100 vitet e fundit? Historia na tregon diçka dhe historia ka gjithmonë të drejtë. Asnjë aleancë historike dhe strategjike nuk bie brenda natës dhe brenda ditës. Ato fillojnë diskutohen, siç po ndodhin në Shqipëri, pastaj kontestohen, pastaj ndryshohen dhe më pas vjen momenti historik kur jemi pikërisht në pikën e kthesës dhe në fazën kur historia merr trajektore tjetër. Çfarë jemi duke parë realisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk po shohim një prishje, mos shkoni në iluzion deri në fund. Nuk jemi përballë një prishje të marrëdhënieve ndërmjet Amerikës dhe Izraelit. Nuk kemi një kolaps të marrëdhënieve mes Amerikës dhe Izraelit. Por diçka shumë më e rrezikshme se kolapsi për status quo. Po kalojmë nga një mbështetje automatike e Amerikës për Izraelin në mbështetje të kushtëzuar. Dhe kjo është një fazë jashtëzakonisht e rëndësishme. Kjo është pika në të cilën historia merr trajektore tjetër dhe nis ndryshimin. Sepse kur një aleancë nuk merret më si e dhënë apo si fakti kryer, ajo fillon të rishkruhet në një formë dhe në një mënyrë tjetër. Dhe pyetja e hapur është kjo, dhe unë kam dëshirë nëse keni mundësi apo kënaqësi apo dëshirë të jepni mendimin tuaj te komentet, ta jepni atë. A është ky thjesht një debat amerikan? A është një çështje pastërtisht amerikano-izraelite, apo është fillimi i një ndryshimi global i cili do të ndikojë tek balancat e lindjes mesme dhe në balancat gjeopolitike botërore? Dhe kush po e kontrollon sot narrativën? A mund ta di mendimin tuaj? Kush po e kontrollon narrativën? Shteti, opinioni publik, pra populli amerikan apo gjithë popujt e tjerë të botës? Kaq kisha për sot, nuk do të bëhem i bezdisshëm, as do të marr shumë kohë. Vlerësova të bëj një emision të shkurtër për ta shmangur live-in edhe për ju, edhe për mua. Rishihemi shpejt. Natë mirë për sot.